Sot në këtë seancë jemi duke shqyrtuar një projekt ligj me të cilin ndryshon 21 ligje, shumë pak nenet të tyre, me cila ndryshime thuhet që po përfundon mbikëqyrja pavarësisë së Kosovës, por se realisht por i rregullohet prania e ndërkombëtarëve nëpër institucionet e Kosovës. Në këtë projekt ligj shihet qartë se përmbyllja e mbikëqyrjes nuk do të jetë realisht e tillë dhe nuk do të nënkuptoj vetëm mbylljen e zyrës së PC-n-s në Kosovë. Saktësisht, si ka thënë lëvizja vetëvendosje, kur e kemi refuzuar rezolutën e kaluar në kuvend për përmbylljen e kësaj mbikëqyrjeje. Të nderuar deputet, kuvendi duhet të trajtojë secilin ligj me procedurën e vet normale të votimit në kuvend dhe në komisionet përkatëse. Nuk ka procedurë tjetër të votimit që është e pranueshme për ne dhe kuvendi e asnjë dokument në Republikën e Kosovës nuk e njeh asnjë mekanizëm të paravotimit apo të procedurës së përshpejtuar të miratimit të ligjeve, siç po ndodh tani me pakon e 21 ligjeve. Ne do duhet të ballafaqoheshim me një proces të përgjithshëm, transparent e të analizuar mirë në secilin detaj, në mënyrë që ky proces të ketë sa më pak kosto apo obligime e sa më shumë përfitime, pra liri e të drejta për qytetarët e Kosovës e për institucionet e saj. Kjo procedurë e miratimit të ligjeve kësaj është një precedent shumë i rrezikshëm. A më tregoni të nderuar deputet se pas procedimit të kësaj pako ligjore, kush do të mund t'i ndalte në të ardhmen deputetët e pozitës dhe qeverinë që të formoni një komision ad hoc për shitjen e gjysmës së vendit duke i proceduar 40 ligje në një të vetëm. Pra kështu po ndodh me këtë pako ligjore. Pra nuk do të mund t'i ndalte askush nëse sot nuk do t'i ndalim ne deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës. Procedura e miratimit të këtij ligji në këtë mënyrë fillimisht është shkelje e kushtetutës, konkretisht neni 16 paragrafi 1 ku tregon për epërsinë e kushtetutës. E shikoni është neni 16 kushtetutën së cilën e keni votuar vetë. Është shkelje neni 16 të Kushtetutës Republikës Kosovës. Sepse kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës Kosovës, ligjet, akte tjera kushtetuese duhet të jenë në pajtim me kushtetutën. Nuk mundet në asnjë mënyrë të ndryshohen me ligje nenet të cilat janë pjesë të kushtetutës. Pra ajo se çfarë po ndodh realisht është që po ndryshohen ligjet për të ndryshuar kushtetuta. Pra në vend që të procedohen në kuvend amandamentet e proceduara nga qeveria, neve na procedohet në kuvend një pako me 21 ligje. Pas shkeljes së neni 16 të kushtetutës, po shkeljet edhe rregulloria e kuvendit, neni 53, 54, 56, 57, në cilat nenet shpjegohet shumë qartë procedura ligjvënëse nëpër komisionet përkatëse funksionale. Në nenin 1 të këtij projekt ligji flitet për qëllimin e projekt ligji. A mund të na tregoni ju përfaqësues të qeverisë se sipas cilës praktikë legjislative është riformuluar qëllimi i këtij ligji? Ku e keni marrë këtë praktikë? Në nenin 2 të këtij ligji flitet për ligjin për gjykatën kushtetuese. Neni 2 paragrafi 1 thuhet: në nenin 15 shtohet një paragraf 15.2 në të cilën përcaktohet: gjykatësit ndërkombëtar të emëruar në pajtim me kushtetutën dhe me këtë ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas kushteve të emërimit të tyre. Qeveria e Kosovës siguron fonde për gjykatësit ndërkombëtar me vlerë të barabartë me pagën e gjykatësve vendor. Por pyetja është se pse vazhdon të ketë gjykatë ndërkombëtar pasi që po përfundon pavarësia e mbikëqyrur? Paragrafi 2 neni 2 thot: mandati i gjykatësve ndërkombëtar të emëruar në pajtim me kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendim për emërim. Pra nëse thuhet që do duhet të përfundojë pavarësia e mbikëqyrur, pse duhet të ekzistojnë nene të tilla? Edhe kjo është në kundërshtim me nenin 152 të kushtetutës, të cilin gjithashtu e kam shtypur për t'ja u treguar se po e shkelni ju këtë kushtetutë që e keni votuar vetë. Paragrafi 1 edhe paragrafi 2 i neni 2 është në kundërshtim me qëllimin e ligjit për ta mbyllur mbikëqyrjen e pavarësisë. Për më tepër, ky paragraf nuk shpjegon se kush e emëron këta gjykatës ndërkombëtar pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Neni 3 paragrafi 1 thuhet se neni 8 i ligjit fshihet dhe riformulohet si vijon: auditori i përgjithshëm i emëruar në përputhje me kushtetutën dhe me këtë ligj vazhdon të qëndrojë në postë deri në përfundim të mandatit dhe me kompenzimin e cekur në kushtet specifike të emërimit të tij. Qeveria e Kosovës siguron fonde në vlerë të barabartë me pagën e një qytetari të Kosovës që mban pozitën e njëjtë. Mirë po ne mendojmë që me hyrjen në fuqi të këtij ligji do duhet të përfundonte edhe mandati i tij. Pra edhe ky nen është në kundërshtim me qëllimin e këtij ligji. Neni 4 paragrafi 2 thuhet: neni 12.3 ligjit fshihet dhe riformulohet si vijon: kryeministri emëron 3 ndërkombëtar drejtor të bordit.
Fillimisht, ky nen është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, e që është neni 142, pra agjencionet e pavarura. Nëse AKP-ja është agjencion i pavarur, atër pse kryeministri, por jo kuvendi? Edhe ky nen është në kundërshtim me qëllimin e ligjit, pasi që po vazhdon mandati i 3 ndërkombëtarëve në bord, e gjithashtu me çfarë baze kushtetuese i jepet kompetenca që kryeministri do emërojë drejtorin e bordit. Në paragrafin 2 të neni 6 thuhet: gjykatës ndërkombëtar do të thotë çdo gjykatës i misionit evropian për politikat sigurisë dhe mbrojtjes, i cili është emëruar në pajtim me këtë ligj. Cili na qenë ka ky mision evropian për politikat sigurisë, të cilin se njeh Kushtetuta e Republikës Kosovës? Pra, nuk është kategori kushtetuese. Çfarë bën ky gjykatës ndërkombëtar? Pjesë e kujt është? Nëse fillimisht është hequr për kufizimi i propozimit gjithëpërfshirë për zgjidhjen e statusit të Kosovës, atëherë bjen edhe termi gjykatës ndërkombëtar apo jo? Neni 7 paragrafi 1 thuhet: neni 12 i ligjit, në klapa, i cili ndryshon nenin 5.6 të rregullohet, fshihet dhe riformulohet si vijon. Fillimisht pyetja është se 5.6 e cilës rregullore, se kështu nuk po tregohet se cilës rregullore. Më pastaj komplet neni është i riformuluar gabim. Edhe përderisa po thuhet që përfundon mbikëqyrja e pavarësisë, çka kërkon në këtë komision auditori i përgjithshëm ndërkombëtar? Ai përfundon mandatin në momentin e përmbylljes së pavarësisë. S'duhet tjetë. Më pastaj në paragrafin 6 të neni 12 thuhet: neni 17 i shtohet një paragraf i ri 17.5 si vijon. Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të hartojë një rregullore të ndarë për të përshkruar procesin e emërimit dhe riemërimit të gjykatësve nga komunitetet kosovare që tash për tash janë të nënpërfaqësuara në mesin e gjykatësve që shërbejnë në Kosovë. Kush na qen ka ky term, ky komunitet kosovar i nënpërfaqësuar? Çfarë do të thotë kjo fjali? Komunitet kosovar i nënpërfaqësuar, kategori e cilit ligj është ky term. I njëjti term përdoret edhe te Këshilli Prokurorial, andaj ju lutem na jepni përgjigje se për çka e keni pas fjalën. A jemi ne të nënpërfaqësuar? Paragrafi 2 nenit 15 thuhet: paragrafi 3 nenit 3 të ligjit fshihet dhe riformulohet si vijon. Objekti i shpronësimit sipas këtij ligji mund të jenë të drejtat private, pronësore dhe të drejtat tjera private për ose ndaj një prone të palujshme me përjashtim të asaj prone të palujshme që bën pjesë në atë kategori të pronës, për të cilën kushtetuta në mënyrë specifike thotë se nuk do të jetë objekti i shpronësimit. Ky nen ngren shumë pyetje. Po pronat e xhamisë a do të jenë të shpronësueshme? Po pronat e kishës katolike? Po të sinagogës i lejohet shpronësimi i tyre? Po kishës protestante? Po teqës të bektashtinjëve? Pas që sipas këtij neni po lejohet shpronësimi i të tjerave. Pra edhe ky nen përveç tjerash është në kundërshtim me qëllimin e këtij ligji. Andaj me këtë procedim, me këtë mashtrim që po i bëhet qytetarëve të Republikës Kosovës, është dashur që të paktën deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës që vijnë nga opozita të mos e votojnë këtë pako ligjore si të tillë. Ju falenderoj.